nuk është kjo dilema që ka me pas se ku ka me shku votat e Drenasit, a ka me shku PDK-a te Nisma. Që kjo është ideja? Jo, çfarë që diskutohet ajo. diskutohet. Për Drenas, vek në mu për qa Se jam rritët ose pse vjen një Po parti. s'falni për Drenas, për jam më këto. Po, Kur eksakt. keni dyshime Se për jemi Drenasin e tu kemi sill afërditur. muhabete. Edhe, s'na Alians, provojnë. kështu që Argjo. PDK-ja tradicionalisht i ka rujt komunat e veta. Në përjashtim disa komunat vogla që nuk ka arrit shpejt me përmisu vetën, me ato prurjet e reja, që ka qenë gabim në disa komunat që është Rahovesi dhe Kamenica. Çka i ka rujt, po domethënë zgjedhje lokale. Jo nacionale. Çfarë të rujt me Ferizojin e ka hub, e ka deklasu vetëvendosja, zgjedhje nacionale. Për Po kërë dëkën. E vërtet. Po që ato votat e njëjta që i ka pasur. Po jo më 20% i ka pas 20.000 Partia vota, Demokratike e 23.000 Kosovës i ka. vota i ka. Jo. 23.000 vota 20% i i ka ka. pas zgjedhje nacionale në shkurt. Ndëgjon veç pak. E fiton komunën pa ballotazh. Kjo është rëmje Veç pak ti si të kuptu, ne drastike. më të folë për nacionalin. Po nacionale. Që 2 par zgjedhje VV e ka në Ferizaj 29-31.000. Ato s'pe vë në pikpyetje. Po PDK e ka 23-4.000 vota. Do të thonë është rrit për 3.000 vota. Kjo në kod dilem. Po ku është ramja VV-s është në Prishtinë. Kjo temet tash nxjerrën një temë tjetër. Ku është prej afër 80.000 vota është trendi i ramjes ligj. Pajtoj plotësisht. Prishtina mundet me pas zvoglim. Tash e ki Prizrenin. Diaspora e Prishtinës, ata Prishtinë vjetër që... Prishtina mundet me bë diferencën, është vërtet. Ata në fakt janë për krahas vetëvendosjes. Në Prishtinë diaspora mundet me arrit votën vetëvendosjes. Mentor. Apo ka rëmje të votës brendshme. Unë peshok militantë VV-s. Prishtinë. Kom shumë miq që janë militantë. Ka humbë edhe në diasporë. Partia tretë është Ato pra e gjejnë mënyrë për me votu, ato nuk rrin pa votu, nuk kanë nejt deri tash. Kështu që nuk prash ndryshim të madh për diasporës që vjen çet periudhë, sepse ato me një mënyrë ose me një tjetër kanë votu për vetëvendosje, militanti i VV-s. E ka gjetë mënyrën. Ja ka shkuar në ambasadë, ja me postë, ja është ardhën. Ja me aeroplan, ja me veturë, ja me autobus e ka kryej. Këta tjerë s'pëgjojnë mënyrën si këta. Jo, tjerë nuk janë as militantat përbetuar që gjithçka do të më shkojnë me votu. Kjo keq. Po dhe le durojnë pra. Nuk o keq, sepse në Kosovë nuk është ligji si vendet e Evropës, nëse nuk del me votu nuk dënohet. Në disa shtetet e Evropës e ki obligim me votu. Nëse nuk del me votu, ki mu denu. Cile? I ki Tunis, Danimarka, Gjermania, Belgjika, vendet e zhvillume kanë krejt. Edhe një sen që na duhet me diskutu, që nuk pe diskutojmë që duhet me ngrit çështje, diasporës duhet pjalon 3 deputet ose 5 vene të rezervume. Po, flasim situatën. Na po flasim situatën e tani. Çto pjesë. Për shembull, VV-ja, ne e dim që në Mitrovicë nuk ka shumë dallim i madh mes veti. VV-ja ka shumë vota për shembull që vijnë pjana Moravës. Çka s'është dallimi i madh, zgjedhje nacionale? Po. Mitrovicë nuk ka qenë dallimi shumë i madh. I madh është. Në Moravë ka qenë shumë i madh. Zgjedhje nacionale është i madh, Mitrovicë. Ka qenë 8.000-9.000 ka pas e para, e treta, katërta, 9.000-8.000 në Gjilan, ndërsa vetë vendosje konë 23.000. Qëto dallimi ma? Të dhënë totali që vinë vota pjana Moravës. Edhe për Dugazinit nuk është edhe i vogël. Të dhënë zgjedhjet nacionale. Përveç Drenasit edhe Skënderajit, lëvizja vetëvendosje i ka fitu gjitha komunat e tjera në nivel nacional në zgjedhjet e shkurtit. E ti po thu se është diferenca. Amo dallimi nuk është shumë i madh. Ç'është është i madh Mitrovica? 2021 Po, ka rëmje. Ka të drejtë Besi që apo thotë që në zgjedhjet nacionale ka fituar edhe në Suarek edhe në komuna tjera. E ka mujt Istogë, Istogë ka mujt Letëve. Por Bej e ka mujt, në zgjedhjet lokale vetëvendosja çush ka dalë me vot popullore, me vot asambleiste, ka dalë më pak. Do thonë e kitë PDK-n të parën. Sakt. Shumë saktë. Po ndryshime. Po jo s'polini me çu deri në fund se e po tu që mos marrë. Po, mos marrë edhe diçka. Ej, do më na kthyn 2002-ën. Sepse jo na kemo kthy kjo rrugtim sikur ti na ktheve për 2017-s pa ato statistikat. Ti na ktheve për 2017-s, po na nuk e. Po jo, unë ka bëj krahasimet e zgjedhjeve nacionale, jo lokale. Për shembull, ju nuk e lat me diskutuar që MPI, edhe në Deshan ka marrë shumë numër të madh të vota lëvizje vetëvendosje në nivel nacional. Po tash kandidatin Emir Xheli lokal. Jo, nuk ka pasur vetë kandidati. Kretë komunët i ka fituar përveç Skënderajit dhe Drenasit. Amo ku po du me thonë, mes 2021-s dhe 2025-s dallimi është ka fillu me trendi i rëmjes. 2025-ën po flasim shkurt, jo 2021-ën. 2025 në shkurt i ka fituar kretë komunat. Si të kupto, si të dosh me kuptu. 2021-sha dhe 2025-sha.
Domthon 2025 është trendi i rromjes të votave në nivel nacional të vetëvendosjes. 40.000 vota i ka hup. Po 40.000 hupi, jo, ma shumë ka hup. 40.000, 400 Ka hup 8%. 8%, nuk janë 40.000, 8%. Pa jo, shumë e rëndësi numri votave. Jo, nuk ka 8%, nuk janë Po, 40.000 prej vota. 437.000 votave i ka pos 900, 8%, o bes, 8% nuk janë i ka pos 400.000 vota. 397.000. 80.000 vote, jo, 100.000 13 vota. deputet nuk. Tash nëse him kështu Qa ty keni kalkulator për dorë? Ka hup deputet. 13 deputet i ka. 13 deputet janë hup. 61 i ka po 48. Eksakt. Domthon Romja është Romja e lirë, është Romja shumë e madhe bet. Unë po të kuptoj edhe se nuk po leni me elaboru. Ku është problemi? Domthon problemi është pushteti. Në Kosovë ato që rrinë gjatë pushtet fillojnë ajo ndryshki sepse ai militanti lodhet. Ato pritjet e mëdhaja fillojnë mos zbej. Edhe nuk është më që ka vullneti me dorë me votu. I njëjti sen ka ndodhur me subjekte tradicionale. I kanë harru, i kanë ignoru votues, militantë e vetë nuk janë marrë me taj, nuk kanë punu me militantë e vetë. Kjo është që ka kushtu vazhdimisht këto zgjedhjet e fundit, sepse u ignorun, për shembull ki individ LDK e pranun se pranun, Agim Veliu është pa që ka qenë ai promotore se motori i fitores të LDK-s në PDI. Do thonë figurat e tilla dhe subjekte të tjera ignorimi i tyre, do thonë pi kushton me numër të vota. Edhe kjo është e problemi që ne po dojmë anashkalu që partitë tradicionale hupën qasjen me votuesin, përderisa nuk e kthejnë qasjen. Me cilën votues? Votuesin, militantin, votuesin e vet, edhe militantin e vet. Sepse u fillu muni komod në pushtet, që të pajtona pak menezhin, ku thot ka fillu financiarisht fillu mu stabilizu shumë, edhe mo nuk i bëjki përshtypje, pe Prishtinës menojshë me udhëheqën dragash, mbej, me telefon. Menojshë me udhëheq subjektet pa shku atje. Ndërsa e shoh që fushatët e Albin Kurtit ma ngjallin atë entuziazmin e fushatës se Hashim Thashit kohën e vet që nuk ka pas fshat ose edhe një shtëpi fshatën e fundit ka shkuar ka vizitu. Njëjtin san janë të bo Albini me gjithë ministrat e vet. Gjithë infrastrukturën e kanë në terren, nuk lën votues pa ata. Ani miro me mësu për dikuj që ofert i fort në politikë. Jo, nuk pe kritikoj, po subjektet tjera që të parim kanë menu që fitoret edhe zgjedhjet i fitojnë të rejnë në Prishtinë, edhe të komandu për Prishtinës. Do minuta ma sa me fort. Kjo është ideja që në Kosovë që nuk mund mi fitu zgjedhjet të rejnë në Prishtinë, po zgjedhjet fitojnë të rejnë në teren, jo në për Prishtinës. Kjo është, nuk mund të me hup qasjen edhe kontaktin me votuesin, ose momentin që disa deputet ose ish ministra të subjektin pushtet, momentin që i kanë fitu zgjedhjet ose kanë marrë pozicione, nuk totalisht i kanë ignoru votues të vetë. Kjo është arsye që kanë fillu mund ndëshku, edhe besoj që është mirë me ndëshku, sepse duhet me qenë mirë njës, ndaj atyre që është përla edhe është fy me të tjertë për me përkroni subjekt saktum. Mirë. Këta